إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Falemderojmë Allahun, krijuesin e gjithësisë, vetëm atë e falemderojmë dhe vetëm për t'i falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet, përshëndetjet më të ngrohta ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata cilët e pasuan, e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, xhamatllin, të nderuar besimtar, nuk ka dyshim se dituria apo të kuptuarit edhe të praktikuarit fejes së Allahut subhanahu wa taala ka shpërblim robin këtë dynja dhe në botën tjetër. Ndërsa ignoranca apo xahiljeti, mos kuptimi fes, mos praktikuari dinit Allahut subhanahu wa taala, njeriu do të humb në këtë dynja dhe në botën tjetër. Me fjalë tjera të nderuar vëllezër, po du më ju thonë që ai që kupton fejen, i kupton argumentet e fejes, kupton Kur'anin, kupton sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu sikur që ka ardhur dhe e praktikon dhe shpreson takimin me Allahun azza wa jall, nuk ka dyshim se do ta merr shpërblimin këtë dynja dhe në botën tjetër. Allah shpërblet. Ato çfarë deshta më ju thonë të nderuar vëllezër xhamatllin se një njeri i cili nuk e kupton fejen, se kupton islamin, nuk i kupton argumentet që kanë ardhur në Kur'an dhe në Sunet, do të jetë i humbur në këtë dynja dhe në botën tjetër. Me fjalë tjera, për me qenë më i qartë, një njeri që e din qëllimin e krijimit, pse ka ardhur në këtë dynja, e kupton të vërtetën e vdekjes, e kupton të vërtetën e ahiretit, punon për të arrit rahmetin dhe mëshirën e Allahut azza wa jall, e kupton fejen, e praktikon dhe e predikon edhe tek tjerët, nuk është i njëjtë sikur një xahil, sikur një ignorant që s'merr vesh kur gjë hiç. Fjala xahil apo ignorant i ka dy kuptime, nëse më lejoni më ju spjegu. Ka xahil apo ignorant që kupton fejen, është në fe, fal 5 vaktet, lexon Kur'an, shkon në haxh, bën umre, po si kupton argumentet. Ndërsa në anën tjetër ki ignorant, xahil, që nuk është praktikus, s'merr vesh kur gjon fe, kur gjë s'din, ai ka nevojë për udhëzim, ka nevojë dikush me shty, mu bo sebeb për udhëzimin e tina, mu bo sebeb me qit në rrugën Allahut subhanahu wa taala. Kush është më i rrezikshëm? Më i rrezikshëm është i cili, që ky xahili i cili është në fe, po si kupton argumentet. Në krahasim me xahilin i cili s'din kur gjë. Me kon ki problem? Problem ki me ato që kupton fejen, që është xahil, faktikisht si kupton argumentet, se kupton Kur'anin dhe Sunetin, kurse nënën tjetër pretendon që din, nënën tjetër pretendon që e kupton fejen edhe Islamit. Ky njeri bën më shumë dëm në ummetin Muhammed se sa një njeri një xahil që s'merr vesh kur gjë hiç. A kuptu to xhamat i nderuar? Një njeri që s'merr vesh kur gjë, ka nevojë për udhëzim, s'di ndoshta edhe abdes me marr. Nuk është në rrugën e Zotit. Ka nevojë që dikush me qenë sebeb për me largu pi rrugës keqe me qit në rrugën e mirë,
Kurse tjetri që është gjahil, është praktikus fes, i fal namazet, shkon në xhami, por nuk i ka kuptu argumentet që kanë ardhur në Kur'an, nuk i kupton ajetet, hadithet, meselet si kupton, çështjet e fes, nuk i kupton, që ky është më i rrezikshëm. Pikë kemi problem, se pini ignorantit që s'din kur gjë hiç, çfarë problemi ke? S'ki kur gjë, çfarë debati kam bëu me tyje? Ai ka nevojë me të thonë ti hoxh, udhëzom rrugën e Zotit se jam. A kurse xhahili që pretendon që ka dioni, ai don me të mësu ty. Don me mësu ty. Thot hoxh, kjo kështu. Jo bre, ti s'mush me mësu mua. Ani që jenë feti, po ti si kitë qartë argumentet, duhet me mësu, mi gjunjëzu kom të tuja para hoxhës, me mësu o dinin Allahut. Edhe me qenë sebep që Allahu me të udhëzu dhe familjen tonë dhe kështu të me radhë. Kjo është e krahasimi që deshta pak e shumë më ju spjegu të ndëruar vëllezër xhamatlin. Nuk ka dyshim se dituria apo të kuptuarit kësaj feje robin e shpëton në këtë dynja dhe në botën tjetër. Ndërsa ignoranca apo xehli mos të kuptuarit dhe mos praktikuarit kësaj feje, njeriu humb në këtë dynja dhe në botën tjetër. A jemi qartë inshallah. E lusim Allahun që Allah me na shtu diturit dobishëm. Kështu ka bërë dua pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahumma inna nes'aluka ilman nafi'a. O Allah, na shto diturit dobishëm. Diturit dobishëm me kuptue fjalën e Zotit, me kuptue fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoni se çfarë thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famlart. Thot Allahu azza wa jall: "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allahu subhanahu wa taala do t'i ngrit ata që janë mesin tuaj, ata që kanë besuar Allahun, edhe ata të cilëve ju është dhënë ditonia. Fshan, Allah i ka ngrit ata njerëz, i ka veçu ata besimtar të cilët e besojnë Allahun hak dhe kanë kuptuar besimin e tyre, e kanë kuptuar jetën e kësaj dynjaje, i kanë kuptuar argumentet. Nuk është vetëm praktikus, po është edhe për atyre që i kupton çështjet e fesë. Pastaj Allah i ka ngrit ata të cilët kanë iman dhe i ka ngrit ata njerëz që kanë dioni, që kanë ilm. Kush janë këta? Janë dietarët. Më thënë, Allahu azza wa jalla këtë ajet kuranore ka krahasu imanin me dionin. Imani të besurit në Allah edhe dionia, mos me pas dioni, mos me pas ilm, mos me kuptu këtë fe. S'mundet mu të shtu të imani, me ditë kush është Zoti dhe pejgamberi. Po ma i pari imani, pas imanit, Allahu po ta shel rrugën për me kuptu o fejen. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din." Allahu kuna e don khairin, e udhëzon me kuptu o fejen edhe dinin. Dëgjoni se çfarë ka thënë Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, djali i migjes pejgamberit alayhi salatu wasalam, rreth komentimit të këtij ajeti kuranor, ka thënë kështu: "El ulama'u fawqa al-mu'minina 100 daraja, wa ma bayna ad-darajatayn 100 am." Dietarët janë 100 grad, dietarët janë 100 grad mbi mu'minët, mbi besimtarët, mbi ata të cilët besojnë. Dietarët islam, kemi për qëllim këtu diturin islam, ata që e din, e kuptojnë fejen edhe dinin. Prej atyre që mirët dionia, janë dietarët. Dietarët e kanë trashëgu fejen pikuna prej pejgamberve. Ibn Abbasi po thot, dietarët janë 100 grad mbi besimtarët dhe distanca mes tyre dhe distanca midis këtyre dy shkallëve është 100 vjet. A e keni kuptu xhamati nderuar? Me fjalë tjera, me më kuptue, nuk është qëllimi i hutbës, hoxha veç me majtë hutbën edhe me shku te shtëpia, me mësu diçka. Me mësu diçka, me marr diçka, me rrit nivelin e dituris, me njoft Allahun ma shumë, me mësu pyetjet e varrit, mi praktiku. Ibn Abbasi radhiyallahu anhu ka thonë, dietarët islam, hoxhallarët, ata që kanë dioni, ata të cilët e kanë shkrim jetën e tyre të mësu, Kuranin, Sunetin, fjalën e Allahut azza wa jall. Allahu thot në Kuran, pyetni dietarët për çështjet që nuk i dini.
Fes'elu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun, pyetni dietarët për çështjet që nuk i dini. Normal se i ktheni hoxhës, i ktheni hoxhallarëve për çështjet që nuk i dini. Hoxhallarët, dietarët janë ata që i ndjerin argumentet pi Kuranit edhe prej sunetit çka është halali dhe çka është harami. Sepse ata janë studius, kanë studiu, kanë dhënë provim, kanë mësuar para shumë dietarëve. E çka po thot Abdullah ibn Abbasi në komentimin e këtij ajeti kuranor, Allahu i ka ngrit ata të cilët kanë iman mesin e juve edhe ata që kanë dioni, njëri që ka dioni, njëri madh, njëri alim respektohet, sepse kretë jetën e tij ka shkrin në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Për një meselje, për një çështje e çon telefonin thosh hoxh, çka o kjo meselja, është halal, është haram? Kush jep fetva? Japin dietarët, sepse ata janë të klasifikum edhe përgjegjësi me dhon fetfan prej Kuranit edhe prej Sunetit, sepse Allah ka thënë për dietarët janë 100 gradë mbi besimtarët dhe distanca midis këtyre dy, domethënë distanca midis besimtarëve edhe dietarëve, domethënë është 100 vjet. Çka domethënë kjo 100 vjet? Dietarët e kanë gradën e madhe shumë të Allahu subhanahu wa taala, sepse janë njerëz që jo vetëm i lexojnë ajetet e Kuranit, jo vetëm i lexojnë hadithet, por i kuptojnë domethënien e tyre. Ata janë futur në thellësi dhe e kuptojnë hikmetin dhe butësinë e dinit të Allahut subhanahu wa taala. Na tham, xhamatli të nderuar, ai njeri që ka dioni, e ka kuptuar fejen, islamin, e praktikon, mëson, do të shpëton këtë dynjë dhe në botën tjetër. Kurse xahili, ignoranti, që s'din kur gjë hiç, ka humbur në këtë dynjë dhe në botën tjetër. Na tham se janë dy xahila, dy ignoranta. Një xahil, një lloj i ignorantëve është s'din kur gjë për fe. Piktyne s'ki dom, ata kanë nevojë për udhëzimin ton, kanë nevojë një fjalë të mirë atyre më u thon që mu bë sebeb mi aqit kryt e tina në sejde, kurse ka ignorant që falet, por rrezikoj më i madh është ai sepse se kupton fejen, don ty me të kundërshtu. Mundot më bëj i mençur në realitet është xahil, s'të kupton, ti mundosh mi asqaru, kjo meselë është kështu, kjo meselë është kështu, ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi, ka thënë dietarët, ka thënë Ebu Hanife, ka thënë prapse prap, edhe pse ai po falet, mendon që ai është më i mirë se ti. Ky është xahil, pse s'po don me kuptu realitetin. Ose nuk është të mësu, ose po mendon që shtu që është edhe ja hec që shtu, kjo është më i rrezikshëm për ummetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, transmetohet për Jabirit radhiyallahu anhu. Jabir ibn Abdullah thot ishim me një udhtim me pejgamberin alaihi salatu wasalam. Faktikisht thot ishim me një udhtim me disa nga shokët e Muhamedit alaihi salatu wasalam. Nuk ishte në mesin e tyre Muhamedi alaihi salatu wasalam. Ky sahabiu, Jabir ibn Abdullah, thot kemi qenë me një udhtim me disa nga shokët e Muhamedit alaihi salatu wasalam. Tha, duke hecur rrafat një guri prej kodrave dhe e goditi njënin prej shokëve ton në kokë dhe e përgjakosi. Kaloi, tha, ky problem pas një kohe në udhtim që ky i cili u lëndu që u përgjakos në kokë ka pas nevojë për me marr gusëll. Me marr gusëll, mu pastru me ujë. Edhe i pyet disa nga shokët e vet që ishin në udhtim. Thot, çka me bo? A guxoj mu la apo me marr tejemum? Sepse njeri kur duhet me marr gusëll, duhet mu pastru, duhet me im banjo. Uji me prek kretë trupin e tij. Çka i thujnë ata? S'ki drejt me marr tejemum. Ti duhet me u la. Se për ndryshe s'pranohet. Çka bon ky? Hyn, lahet edhe pasaj në fund vdes. Pse vdes? Sepse ka pas plagë në kokën e tij. Ka pas gjak, është lëndu. Ta i kanë thonë ti duhet mu pastru. E uji çka i ka bo? Do më thonë, ja ka infektue kokën e tij varën edhe ka ndru jetë. Si kanë thonë, bon me marr tejemum. Kanë gabu në fetfa. Kanë gabue në përgjigje. Qëre dallimi ata që i din edhe ata që nuk din. Ata që i s'po din, çka bëjnë njeriut? Po e mbysin. Çka i bonën? E mbytën. Pse e dhan fetfan gabim? E mbytën njeriun. Se sikur të kishin mi thënë merr tejemum,
kishte me pështu, s'kishte me shku ujin në kokën e tij. Po I thanë ti duhet mu pasru patjetër se për ndryshes të kalohet për teje, nuk kalohet për trupit ton gjunupllokut derisa tër trupi jot duhet mu lag me ujë. Edhe prej kokës deri te majet e gishtrinjve të komës. Edhe ky njeri vdes, nuk I thanë se duhet me marrë tejemum. Kur kthehen te pejgamberi alayhi salatu wasalam, I tregojnë rastin, pejgamberi shumë nervozohet. Fa ghadaban shadidan. Shumë u nervozu pejgamberi alayhi salatu wasalam. A di çka tha? Tha qatalu. Qatalahumullah. Tha e keni mbyt njerin, Allah ju mbyft juve. Ata që kanë dhënë fetvan gabim, përgjigjen gabim, tha e keni mbyt njerin. Ata që kanë dhënë fetvan gabim, Allah ju mbyt ata. Allah ju mbyt, Allah hakmart ndaj tyne, nesër ditën e kiametit. Pastaj çka tha pejgamberi alayhi wasallam? Tha ela sa'alu idha lam ya'lamu fa innama shifa'u al-'ayyi as-su'alu. Pse ka thonë s'keni pyet bre? Pse s'keni pyet dikon tjetër ata që kanë madioni? Pse e keni dhënë fetvan gabim, keni thonë lut me marr gusell, kurse ka pas plag, varr në kokë. Pse se keni thonë me marrë tejemum? Sikur të kishit me pyet. Thot kishte me qenë shumë më mirë, sepse ilaçi, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, ilaçi I ignorancës, gjahillëkut, çka është me pyet. Me pyet. Njoni prej nxënësve të Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, Mujahid e ka pas emrin, kështu të ka pas emrin Mujahid, thot se la yanalu al-ilma al-mustahi wal-mustakbir, nuk e merr dionin ai I cili është mendje madh, edhe ati I cili të vjen marrë. Ati I cili të vjen marrë turp, zguxoni vjen marrë me çugishte me pyet hoxhën ose me pyet mësuesin ose arsimtarin. Edhe ai që është nuk mundet me arrit, që ati që vjen marrë me pyet s'mundet kur me arrit me mësue. Po edhe ai që është më I madh, thot çka ku me pyetun e hoxhën, çka ku me pyetun e mësuesin, profesorin, unë I di që to, ai s'din kur gjë. Për mendje madhësisë nuk pyet, mbet me dioni, domethën I mbrapambetur. A kuptu dallimin të nderuar vëllezër? Çka boni fetfaja e gabume? Fetfaja e gabume apo përgjigja e gabume e myti njeriu. Për këtë arsye të nderuar vëllezër duhet me pas kujdes se kon pe pyetni. Jo për çështjet e fesë edhe dinit duhet gjithkon me pyet. Çdo njeri thjesht me pyet, jo, duhet me pyet dietarët, duhet me pyet hoxhallarët, sepse ata janë përgjegjës për fetva, jo çdo njeri. Hin në faqen e 2 të 3 internetit, në faqen e 2 të 3 Facebookut, në faqen e 2 të 3 TikTokut, gjen ti dietar, 2-3 libra ndoshta I ka lexu, hyn atje dhe man ders. Edhe ti mendon që e ka miraj. Nuk mirët dionia nëpërmes internetit, e TikTokut e Facebookut. Dionia merret kur I gjunjëzon komtë tuja par hoxhallarëve. Kur I ndëgjon hoxhallarët kvalifikum, eminent, jo çdo njoni me ndëgjue për fjalën e Allahut edhe për fjalën e Resulullah. Duhet njëri me pyet ku ka studiu, ku ka mësue. A është I pranuar ky njeri që ky dietari që ky hoxha? Sepse e marrish pastaj fetvan gabim, e mytesh veten apo e devijon veten, pastaj I devijon edhe të tjerat. Qatalahumullah. Tha e keni mbyt njerin, tha pejgamberi selam. Allahu ju mbyt juve. Pse tha nuk kanë pyet? Pse njerë fillimisht nuk keni pyet? Tha sikur të kishit me pyet, ka thonë se ilaçi I sëmundjes, ignorancës, gjahillokut çka është? Ka thonë është pyetja, duhet me pyet. E lusim Allahun, Allahu me na udhëzoj ya Rabbel Alamin. Me na ashtu diturit dobishëm, me kuptua këtë fe, këtë din ashtu siç e kanë kuptuar të parët ton, parët ton, qysh e kanë kuptuar të parët ton, sahabët, tabiinët edhe etbau tabiin. E për me na ashtu Allahu ditonin të nderuar vëllezër do të me lexu. Nëse nuk lexon, nuk mëson, jetish aty ku je. Njeriu as sa më shumë mëson për fejen edhe për dinin, çash më shumë ja ka drojën Allahut. Çash më shumë ja ka drojën Allahut, çash më shumë e kupton halallin edhe haramin. Njeriu sa më shumë është, sa më larg është pi fejës Zotit, sa më pak lexon, domethënë nuk mundet me njoft Allahun edhe pejgamberin edhe s'mundet me kuptuar dispozitat e fejës së Allahut xhalla shanu wa xhalla jalalu. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Thuni astaghfirullah yaghfir lakum dhunubakum wa akhiru dawani alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, thumma amma ba'd. Falenderojmë Allahun, salavatet, përshëndetjet ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër, xhamatllin, të nderuar besimtar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna min ashrati as-sa'a an yurfa'a al-ilmu wa an yuthbata al-jahl. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, prej shenjave të kiametit është se Allahu do ta ngrit diturin, edhe do ta zbret gjehlin, ignorancën në mesin e njerëzve. Çka do të thonë kjo? Kur ngritet dionia, s'ka mo hoxhallar, s'ka mo dietar. Kush ka me dhënë fetva, që ta TikTokit japin fetva, që ta Facebookit. Se zëngohen hoxhallarët e mirëfillt, edhe njerëzit i pasojnë që ta TikTokit, se vallahu shumë shikues ka. Nuk po them që kret këta njerëz TikTokit nuk janë tamam. Ka dhe për tyne që në 2-2, që s'duhet ish mingu, sa s'ka çka me bo. Qysh mu ngritaj, qysh mu njoft mesin e njerëzve, qelet që aty Facebookin, TikTokin e rrasu që aty edhe fillo fol diçka, edhe njerëzit dhe na kjo ku ka hoxh. Yurfa'u al-ilmu, ngritet dionia. Çka? Përhapet xhahiljeti, ignoranca. Çka do të thonë përhapet xhahiljeti, ignoranca? Përhapet alkooli, përhapet zinaja, gënjeshtra, thashethëmet, mosfalja e namazit, tradhtia, përhapen këto sene. Pse përhapen këto sene? Sepse njerëzit nuk e kuptojnë halalin dhe haramin, pastaj domethënë futen në harame, bëjnë këqija, se nuk e kanë ndronë Allahut subhanahu wa ta'ala. Të nderuar vëllezër, në kohën e Musës alayhis salam, populli i Musës, pasi që Allahu azza wa jall i shpëtoi pasi Allahu subhanahu wa ta'ala popullin e Musës domethënë prej domethënë asaj kalimit ujit, detit. Masi i shpëtoi, çka bunën ata? Musa alayhis salam shkoi me fol me Zotin e vet për mi marr ato fletushkat, ato 10 porosi. Njoni prej një gjahil, qyre gjahili çka bën? Njoni bjen, i sakaton njerëzit. Bjen një gjahil, kreti devijon njerëzit. Se ata mendojnë që është ky i mirë. Edhe thënë që sa mirë marrë këta, kalojnë pranë një katung shtut, edhe i shenë disa njerëz, disa popuj, pi adhurojnë putat. Edhe çka bën që ky gjahili, që ky ignoranti për popullit Musës alayhis salam, i thot a di çka? Thot edhe na pi marrim disa puta pi adhurojmë. Kur të vjen Musa alayhis salam, kur i shen thot çka po bëni? Ka thon ja Musa, thuj Zotit ton që let na përzgjedh neve një Zot, sikur ata që kanë Zota. Që sa Zota i kanë ata. Edhe na po dëm me marr një Zot, një put, sikur ata që i pa adhurojnë. Musa i tha atyre, një me që ju keni teprua, edhe ju jeni popull ignoranta. S'po doni me kuptu të vërtet i realitetit. Unë e thom ty, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi, ti thush më ka thonë baba em, ka thonë ona em. Kanë thonë ata të partë. Unë e thom ty, kanë thonë dietarët, ti thush valla s'po ma kap mendja këtu, s'po ma prek mendja, s'po mu i me të kuptu. Po çka me bë që s'po mush me kuptu se ignoranca e madhe, xhahlloki i madh ka kaplu. S'po mundesh me kuptu se në mëkatet ose në gjunat ose në diçka tjetër. Edhe pas e çka u bë për shkak ignorancës, xahiljetit u përhap shirku. Kur përhapët shirku, atëre prit mu përhap edhe shumë gjona tjera. Do më thonë, si pasoj e ignorancës, si e keqe që është ignoranca, mos dija, shka bot, përhapët këqijat, përhapët vllavrasja, përhapët tradhtia, për shkak ignorancës. Atëre do më thonë, Zoti më na ruaj, Allahu më me qenë dënim me një popull kur ata nuk i ndëgjojnë, do më thonë, urdhnat e Zotit edhe urdhnat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pe përfundoj me një hadith pejgamberit alaihi salatu wasalam, nëse deri me tash se kom qellu, besoj inshallah taala këtë hadith keni me majt mend masi që dilnin nga xhamia. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an min suduri an-nas. Allahu subhanahu wa taala, thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, Allahu subhanahu wa taala nuk e merr dionin. Allahu nuk e merr dionin prej gjoksave të njerëzve. Walakin yaqbidu al-ilma biqabd al-ulama, përkundrazi Allahu e merr dionin duke i marr dietart. Vdesin dietart. Çka bëhet pastaj? Dëgjoni
fjalët e pejgamberit para 1400 e kusur viteve janë vërtetu. Ka thonë Allahu nuk e merr dionin për gjoksave të njerëzve, por e merr dionin i vdes dietarët. E kur ti vdes dietarët, çka bëhet? Dëgjoni për hadithin më poshtë, hatta idha lam yubqi alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasalu fa'uftau bighayri ilmin fadhallu wa dhallu. Pastaj njerëzit kur e këshyrin që dietarët po vdesin, çka bëhet? Çka bëjnë ata? I marrin disa njerëz, mendojnë që ata janë dietar. Edhe i pyesin ata për çështjet e fesë. Ata gabojnë, edhe vetë gabojnë, edhe i humbin njerëzit. E sot, në për të pame, në për mezhlise, në për vendet ndryshme, del dikush aty edhe man ders, edhe kret popullata menojnë që është hoxh. Edhe ai vetë jep fetva, edhe veten e sharon, edhe xhamatin e sharon. Edhe veten e sharon, do më thonë, po folim mënyrë të përgjithshme. Kemi pas raste, kemi shkue, qoftë në për të pame, qoftë në për syneti islame, qoftë në për darsme islame, kemi has njerëz duke majt derse, duke majt ligjërata gabim, edhe duke dhënë fetva gabim, leje që e kanë humbë vetën e tyre, po e kanë humbë edhe xhamatin. Ajde pastaj do më thonë ti si hoxh, shnoshe qatë virus. Ata mos po të besojnë ty, besojnë atina, pa ai hoxha ka thonë, mara ai hoxh s'është, po ku ka mësuar që është hoxh? Ati ato për një kisha, nëse e njekti ato ki me humbë, sikur që ka humbë ai vetë, po dhe ti ki me humbë. Për këtë arsye të ndëruar vëllezër xhamatllin, këshilloj veten edhe juve, ju lusë, mos merrni dioni, ilëm, fjalë të Zotit, fjalë pejgamberit vetëm për dietarëve eminent, të cilët janë falifikuar, për hoxhallarëve të cilët janë studium. Ti mundesh me marrë ndonjë këshill prej njerëzve të thjeshtë, për besimtarëve këshilla, ama kur është çështja të feja, të dinit, të islami, të halalit, të harami, të kushtet e islamit, të kushtet e imanit, të tauhidi, të besimi, duhet me pyet, do më thonë, dietarët të falifikuar, hoxhallarët të falifikuar, sepse ti një gabim, një fetva e marrish gabim, veten e devijon edhe familjen tonë, Allahu më na rujt, mundesh 50 vjet, 60 vjet më u fal gabim. Mundesh 60 vjet, 50 vjet me agjëru gabim. Mundesh 10 herë me shkuën në qabe me kry umra, apo me shkuën në qabe me bo haqë, mundesh me i bo gabim. Pse? Se ki pyet dietarët, s'ki lexu mirë. E dionia është dritë. E lusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu ta zbret dritën e tina në kokat tona ya rabbel alamin dhe ta pezulloj hidhrimin edhe xahilietin edhe ignorancën prej mesit popullatës tonë ya rabbel alamin. Me këtë thënie po du me përfundu. Çka do të thonë dioni? Se shpesher po thomën e dioni, ilm, dituri, kemi për qëllim diturin e fesë islame. Dituri të ndëruar vëllezër do thotë mja largu vetës ignorancën, që kjo është dituri. Kur ja largosh vetës ignorancën, do më thonë, fillon me kuptu disa çështje të fesë, taman me kuptu, mirë me kuptu, e din çka është sunet, e din çka është farz, e din kjo çështje është haram, e din argumentin pse është haram, pre Kuranit, pre sunetit, kjo çështje është halal, e din argumentin, e din çu duhet më agjëru, e din çu duhet më fal, e din çka është halali, harami dhe kështu me radhë, do më thonë ti vetës ja ki largu ignorancën, ti s'mundesh me gabue. E kurse një njeri i cili nuk ka dioni, ajo është ignorant. S'din kur gjë. Mirë, që ky ignorant ja duhet me mësu, e ka obligim për me mësue. Qysh duhet me mësue, ka thënë pejgamberi alayhis salam, talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kërkimi i diturisë është obligim për çdo besimtar. Kret na çka jemi, kret ummeti Muhammed çka jemi, hoxhallar e jo hoxhallar, mdhëjet vogël, duhet me mësu dinin Allahut. Pleq e tri duhet me mësu pi fesë Allahut subhanahu wa taala bile ato gjërat elementare të fesë. Me fillua, do më thonë çysh falet, faktikisht para se gjithash duhet me fillua për taharetin. Çka është tahareti? Çysh duhet me marr taharet? Çysh duhet me him WC? Çysh duhet me dal pi WC-s? Pastaj çysh duhet me marr abdes? Çka e prish abdesin? Çysh duhet me fal namazet? Çysh duhet me pas sjellje moral me familje? Me mësu gjërat elementare të fesë, dinit Allahut subhanahu wa taala, mos më kon vazhdimisht myftijash për hoxhallarët. Myftijash ne jemi këtë për hoxhallarët, po disa gjëra elementare, mos me ditë me la namazin, mos me ditë me la një xhenazë është turp, është marrë. Mos me ditë rregullat e pastrimit një xhenazë është turp, mos me ditë çish falet një namaz xhenazë është turp, mos me ditë duan e ezanit është turp, është marrë. E deri kur më kështu me këtë ignorancë dhe me këtë xahiliet. Për këtë arsye të nderuar vëllezër, këtë umeti i fundit Muhammed alayhis salam e ka kaplu një virus. Cili është kjo virus? E cila është kjo smuje? Është smuja e ignorancës.
Se valla bila, sikur të kishim me qenë din tamam çush duhet, sikur ta kishim kuptuar fen tamam çush duhet, sikur ta kishim përça fen tamam çush duhet, pasha Allahun, Allahu na kishte ndihmu ashtu sikur duhet me na ndihmu. Çyre sot halli i muslimanëve, çyre çfarë gjendje sot janë muslimanët. Për shka vllavin nuk fol, për shka familjet janë kacafytëm, për shka shoku nuk fol, për shka xhamat me xhamat nuk fol, për shka familje me familje nuk folin. Jon të idhnum për shkak se ja kanë kthyer shpinën e Kuranit edhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na udhzoft, Allahu na përmisoft. Elusim Allahun subhanahu wa taala të smorit tan Allahu t'i shëroj, të vdekurit tan Allahu t'i mëshiroj ya rabbel alamin. Elusim Allahun subhanahu wa taala Allahu më na ashtu diturit dobishëm me kuptuar Kur'anin edhe Sunetin ashtu siç e kanë kuptuar të parët tan. Elusim Allahun subhanahu wa taala Allahu me pezullu hidhnimin dhe jahiljetin apo ignorancën apo ignorancën pi kokave tona. O Allah, shto na frikën ndaj Teje ya rabbel alamin. O Allah, na bën pjatun e muslimanëve të sinqert, na bën pjatun e muslimanëve që kur bën gabime me u pendu. Ya Allah, bën pjatun e muslimanëve që vazhdimisht pendon dhe kërkojnë falje. O Allah, shto dashurinë mesin e muslimanëve, pezullo hidhrimin përmes tyre. Ya Allah, shtoj të mirat dhe largoj të këqijat përmes muslimanëve. Ya Allah, bëna nasib xhenetin ya rabbel alamin. O Allahu ynë, o Zoti ynë, ya rabbel alamin, bëna nga banorët e xhenetit dhe mbrona nga zjarmi i xhenemit ya rabbel alamin. O Allahu ynë, udhëzoj të rit dhe të rejat tonë në dinin ton ya rabbel alamin. Ya Allah, na mundson me kuptuar 5 kushtet e Islamit edhe me praktiku. Ya Allah, na bën pi atyve njerëzve që i falin 5 vakte. Ya Allah, na bën pi atyve muslimanëve të cilët e kanë kuptuar besimin hak, e praktikojnë edhe vdesin me besim të pastër dhe shpresojnë takimin ton me faqe të bardhë ya rabbel alamin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.